E tashmë me ne në studio është bashkuar Gjorgjina Deda, drejtuese e Scanintel. Gjorgjina, mirë se erdhe. Lidion, mirë se u gjej. Mund të nisim bisedën me pse ne dhe Kosova 10%, 3 vendet e tjera, ne Kosova dhe Mali zi 10%, ndërsa Serbia, Bosnjë-Hercegovina, Maqedonia e Veriut nga 33 deri në 37%. Po, Lidion, ndërkohë që flasim për këtu, unë do doja që të shfaqej grafiku i parë që unë kam sjellë për ditën e sotme për të parë pra se si është vlera e tarifave për secilin vend dhe sigurisht për të dhënë përgjigje kësaj pyetje duhet marrim konsiderat shkëmbimet tregtare dhe marrëdhëniet tregtare që vendet e rajonit kanë patur me Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Pra janë marrëdhënie tregtare që kanë vendosur janë marrëdhënie tregtare për tarifat. Po, tarifat janë vendosur për tabelën, grafikun e parë për të parë. Tarifat janë vendosur për të rritur prodhimin amerikan sipas presidentit dhe gjithashtu për të ulur dhe varësinë ndaj importeve. Dhe presidenti ka thënë në shprehur që tarifat do të jenë më të larta për vendet që edhe deficiti tregtar pra është më i lartë. Dhe nëse marrim në analizë për vendet e rajonit, Serbinë, Maqedoninë e Veriut dhe Bosnjë-Hercegovinën, që kanë edhe vlerat më të larta, pra në 37, 35 dhe 33% për Maqedoninë e Veriut, shohim që me këto vende, pra Shtetet e Bashkuara të Amerikës ka një deficit tregtar. Ku përkatësisht Lidion për vitin 2024, sa i përket edhe grafikun Gjorgjina, sa i përket Bureau së regjistrimit, pra United States Census Bureau, që është dhe sajti kur unë kam marrë të dhënat sa i përket shkëmbimeve tregtare për rajonin dhe Amerikën, thuhet se Shqipëria pra ka një suficit tregtar për $144 milion. Pra Amerika pra ka një suficit tregtar me Shqipërinë, ndërkohë ne kemi deficit tregtar pra me Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Blejmë më shumë aty se sa shesim. Po, blejmë më shumë se sa shesim. Dhe njëjta gjë, njëjti fenomen ndodh edhe për Kosovën, që regjistron një deficit tregtar me Shtetet e Bashkuara të Amerikës prej $15 milion. Nga ana tjetër kemi Malin e Zi, po me një suficit tregtar, pra Amerika ka një suficit tregtar Malin e Zi prej $12.3 milion. Pra janë këto tre vendet, pra Shqipëria, Kosova dhe Mali i Zi, që kanë edhe tarifën, pra siç e përmendëm dhe më herët, tarifën prej 10%. Ndërkohë nga ana tjetër, nëse do flasim për Maqedoninë e Veriut, për Bosnjë-Hercegovinën dhe për Serbinë, që kishin dhe tarifat më të shtrenjta, kjo është në varësi pra të bilancit tregtar që ka Amerika me këto vende. Dhe përkatësisht të dhënat për vitin 2024, po këto janë pra masa e tarifave të SBA, siç e theksuam, dhe për këto vende përkatësisht të dhënat sa i përket vitit 2024, sipas referencës që unë përmenda më herët janë me Bosnjë-Hercegovinën, Shtetet e Bashkuara të Amerikës ka një deficit tregtar për $126 milion. Ndërkohë nga ana tjetër me Maqedoninë e Veriut bilanci është $113 milion në favor të Maqedonisë së Veriut dhe sa i përket Serbisë $605 milion bilanc tregtar në favor të Serbisë. Pra duhet analizojmë marrëdhëniet tregtare për të arritur në konkluzionin se pse kemi pra këto tarifa, siç e tham, për Maqedoninë e Veriut në 33%, për Bosnjë-Hercegovinën në 35% dhe për Serbinë në 37%. Edhe po të shohim pra bilancin tregtar, shohim që përputhet pra Serbia, Gjorgjina, ka përshtypjen një ndër tarifat më të larta, thuajse në të njëjtin nivel me Kinën. Me Kinën, po. Ka tarifat më të larta dhe kjo për shkak të marrëdhënieve tregtare, pra që justifikojnë në këtë rast. Ndërkohë nëse flasim për marrëdhëniet tregtare mes Shqipërisë dhe Shteteve të Bashkuara të Amerikës, janë intensifikuar ndjeshëm vitet e fundit, qoftë analizojmë pra se nga çfarë përbohet gjithë shkëmbimet tregtare, qoftë si referohemi grafikut të dytë dhe shohim shkëmbimet tregtare në total kanë arritur një rekord të padiskutueshëm, pra viti 2022, 2023 dhe 2024 shohim që shkëmbimet tregtare kanë arritur rekord në këto 3 vite. Ku me një diferencë të vogël shohim që viti 2024 pra mban edhe rekordin sa i përket këtij treguesi. Ajo është tregtia totale, Gjorgjin, në €270 milion. Nëse ne marrim eksporte plus importe së bashku. Por nëse do shohim pra se cili ka qenë nxitsi kryesor në këtë rekord, sepse po të referohemi grafikut të radhës ku do të flasim vetëm për eksportet, shohim që eksportet në fakt kanë regjistruar vlerën më të lartë në të 3 vitet e fundit, por në vitin 2024 eksportet paraqiten në rënje krahasuar me vitin 2023. Kështu që duket sikur janë importet ato që kanë mbajtur pra peshën kryesore për të arritur në shkëmbime tregtare rekord për vitin 2024. Mbase ka të bëjë edhe me periudhën e zhvlerësimit të euros. Përjedhoi euro ka marrë me vete edhe të gjitha monedat e tjera. Është e vërtet Lidion, mund të jetë një arsye që mund ta shpjegoj pra faktin. Nëse si referohemi grafikut shohim që viti 2022 ka patur të vlerën më të lartë të eksporteve me 13.5 miliard lekë. Ndërkohë
ka ardhur në rënje që mund shpjegohet pra me faktin e dobësimit të monedhës së Përbashkët Evropiane. Por gjithsesi kjo shpjegon që është rritur varësia, duke qenë se importet pra kanë qenë bastuni kryesor le të themi i këtij treguesi për të arritur shkëmbimet tregtare për vitin 2024 në rekord. Shohim që është rritur dhe varësia e Shqipërisë pra nga importet drejt nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Çka dua të theksoj është fakti që nëse analizojmë të dhënat në total për vitin 2024, shohim që Shtetet e Bashkuara të Amerikës janë në top 10 partnerët kryesor, me një peshë prej 1.9%, megjithatë shohim që edhe sipas muajve Shtetet e Bashkuara të Amerikës kanë qenë aty në 10 partnerët kryesor. Prandaj, rrjedhimisht mund të themi që çfarëdo lloj tarife apo masa që mund vendoset, sigurisht që mund ndikojë këto marrëdhënie, të cilat unë theksova dhe më herët janë intensifikuar vitet e fundit. Georgina, për sa i përket produkteve, ke statistika çfarë blejmë dhe çfarë shesim në Amerikë? Po Lidion, me rëndësi është të themi, të përmendim dhe këto e tregon dhe grafiku i radhës se çfarë ne çojmë, eksportojmë drejt Shteteve të Bashkuara të Amerikës, duke marrë në konsiderat që edhe taksat pra do të jenë mbi këto produkte. Kryesisht gizat e çeliku përmban edhe peshën më të madhe dhe është diskutuar edhe shpesh edhe me ekspertë se si mund ndikojë kjo edhe në tregun pra në fushën e ndërtimit, sektorin e ndërtimit në Shqipëri, pra këto tarifa. Gizat e çeliku Lidion për vitin 2024 kanë një peshë totale të eksporteve prej 41.9%, pra afër gjysmës le të themi, kanë dhe peshën kryesore. Ndërkohë farat vajrore dhe bimët medicinale kanë një peshë prej 23.4% që konsiderueshëm edhe kjo është një peshë e lartë, që së bashku këto dy grupe pra bëjnë më shumë se gjysmën e peshës që Shqipëria pra shet të produkteve që Shqipëria shet pra dërgon në Amerikë. Ndërkohë nga ana tjetër një peshë të konsiderueshme kanë edhe alumini dhe përbërësit e tij, artikujt e tij me një peshë prej 6.8%, vajrat thelbësore dhe rëshirat, produktet kozmetike futen gjithashtu në këtë grup kanë një peshë prej 5.6%, kemi më pas mobilerit me 4.3% dhe grupet e tjera me një peshë të vogël specifike që unë kam zgjedhur të klasifikoj si të tjera. Por kryesisht pra kjo është gati 80% le të themi të eksporteve shqiptare përbëhen nga këto 5 grupe që alumini, Georgina, nuk e dim në çfarë forme eksportohet në Shtetet e Bashkuara, por përballet me një tjetër tarif 25%, alumini dhe çeliku, tarif universale nga çdo vend që importohet përballet me këtë. Po, e kemi analizuar dhe më herët dhe kemi analizuar edhe çfarë ndikim mund të ketë në tregjen ndërkombëtare tarifa ndaj Kinës kryesisht. Por pak a shumë pra këto eksportojmë. Sa avantazh mund të ketë Shqipëria krahasuar me rajonin me këtë produkte? 10% ne, 10% Kosova, 33 deri në 37% tre vendet e tjera. Po Lidion. Janë disa, nëse bëjmë një analizë, mund të jenë disa mënyra se si Shqipëria mund dalë fituar në teori themi gjithmonë, sepse është vlen do ta tregoj kohë. Po, vlen për të parë do ta tregoj koha se çfarë mund ndodh. Tani qofse flasim për investimet nga Serbia, Kosova apo Maqedonia e Veriut, ato mund të vendosen edhe në rastin ju e përmendët dhe në bisedën më herët, mund të vendosin njësitë e prodhimit në Shqipëri për t'i kaluar pra në mes vendeve të tjera. Mund të bëhet Shqipëria kështu një urë lidhëse, siç ishte rasti i Kinës, e cila përdori Meksikën me tarifat për 25% dhe zgjodhi një rrugë tjetër. Pra mund të bëhet Shqipëria dhe në këtë moment Shqipëria ndërkohë nga ana tjetër mund të ketë avantazh sepse atë avantazhin e fuqisë zbut le të themi roli i Shqipërisë në sytë e vendeve të tjera. Ndërkohë nga ana tjetër mund të gjen përveç rrugës së kalimit mund të bëhet konkurruese me të njëjtat produkte që eksportojnë jo vetëm Shqipëria, por edhe vendet e rajonit, duke patur taksën prej 10%, ndërkohë që vendet e rajonit kanë një taksë më të lartë, mund të bëhet më konkurruese me të njëjtat produkte. Dhe i shesi më lirë. Dhe i shesi më lirë dhe kjo pra mund të ishte një formë se si Shqipëria është më avantazhuar dhe mund ta ketë pra mund ta përdor për të arritur qëllimet mira në ekonominë shqiptare dhe për të patur një rritje, pse jo. Ndërkohë nga ana tjetër, çfarë mund të ndodh? Mund të Kosova, Shqipëria dhe Malizi, ndërkohë nga ana tjetër mund të bëhen edhe blerës pra të produkteve nga këto vende që kanë tarifa të larta, pra siç është Maqedonia e Veriut, Bosnia e Hercegovina dhe Serbia. Megjithatë, kjo kërkon kosto shtesë, transporti dhe burokracia të tjera që pak duhet një llogari perfekte për ta parë nëse përfitohet. E vërtet, duhet një llogari perfekte për të parë nëse fitohet apo jo dhe a mund të jetë kjo pra një mundësi edhe a mund të shfrytëzohet nga këto vende. Megjithatë, unë i qëndroj më shumë faktit që në teori mund të bëjmë një urë kalimi apo mund të zgjedhim që për të njëjtat produkte mund të bëjmë konkurruese me tregjet e tjera që kanë tarifën më të lartë. Për ta mbyllur, Georgina, edhe nga komentet që kanë bërë analistët, mediat,
kundër përgjigja do t'jetë nga vendet e tjera dhe jemi në fillimet e një lufte tregtare? Mendoj që jemi në fillimet e një lufte tregtare, mendoj që ka patur vende që janë përgjigjur me të njëjtën monedhë Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe mendoj që edhe shumë vende të tjera do t'i përgjigjen me të njëjtën monedhë tarifave të vendosura nga Trumpi, sepse ashtu siç do Trumpi që të rrisë prodhimin e tij të brendshëm, të hapi vende të reja pune, të bëhet të ulë atë independencën pra varësinë ndaj eksporteve, kështu duan këtë të njëjtën gjë duan dhe shumë vende të tjera dhe sigurisht që secili do përpiqet të përfitojë. Kur ka luftë tregtare ose të çfarë lloj lufte, secili vend përpiqet të përfitojë pra në kurisë të tjerëve apo të gjejë alternativa të reja pra për të shmangur të gjithë dëmtimet që mund t'i vinë një ekonomi e caktuar. Megjithatë, zgjidhja Georgina është tregtia e lirë sepse sigurisht se ka treguar shekulli i fundit, tregtia pikërisht. Po, tregtia e lirë gjithmonë është elementi pozitiv që e rrit ekonominë e një vendi. Megjithatë, jemi në këto kushte. Pra, presidenti Trump ka vendosur këto tarifa për 60 vende, tarifat reciproke pra për 10%, ndërkohë ka edhe shtete që janë edhe ndër eksportuesit më të mëdhenj të botës, le të themi Lidion. Pra, ka një peshë caktuar në shkëmbime tregtare të globale, kështu që këto tarifa sigurisht që pritet të dëmtojnë në ekonomitë e secilit vend. Georgina, faleminderit që ishe në studio. Faleminderit ju, Lidion.